Ka disa vite që numri i njerëzve që përdorin transport publik në Shkup është duke u zvogëluar në mënyrë drastike. Mirë po, numri i banorëve në kryeqytet po rritet. Në vitin 1989, me ndërmarrjen për transport publik, janë transportuar 150 milion udhëtar. Vitin e kaluar, janë transportuar vetëm 44.7 milion, që është 3 herë më pak. Për subvencionim të transportit publik, qyteti i Shkupit shpenzon nga 5.5 milion euro në nivel vjetor, para të grumbulluara prej qytetarëve. Strategjia për zhvillim të transportit publik në Shkup është e vjetër sa edhe vet ideja për tramvaj, mbi 40 vite. Kjo ndikon në reduktimin e efikasitetit të transportit publik. Transporti publik jo efikas i stimulon qytetarët të përcaktohen për vetura si mjete transportuese. Në periudhën 2009-2017, në Shkup janë regjistruar 27.500 vetura shtesë. Ekspertët paralajmërojnë se Shkupi nuk mund të përballojë rritjen e këtillë të numrit të automjeteve në komunikacionin rrugor. Qysh në vitet 80 të shekullit të kaluar, autoritetet në Shkup e kanë planifikuar tramvajin. Megjithatë, asnjë kryetar deri tani nuk e ka realizuar këtë ide. Sipas analizave, linja e tramvajit prej në Novolisice deri në Gjorgje Petrov do ta kishte pastruar rrëmujen në transportin publik. Realizimi i tramvajit në Shkup do ta kushtonte qytetin dhe autoritetet rreth 150 milion euro. Nëse vendosin të ndërtojnë tramvaj, autoritetet e qytetit duhet të kenë kujdes që i njëjti të ndahet fizikisht nga komunikacioni, si trase e posaçme. Ndërmarrja për transport publik në bashkëpunim me autoritetet e qytetit të instalojnë sistem të ri të linjave të autobusit, të harmonizuara me trasen e ardhshme të tramvajit. Ndërmarrja për transport publik të sigurojë aplikacione të përsosura për smart telefona, harta për planifikim të udhëtimit, integrim të dhënave për transportin publik të Shkupit në Google dhe mundësi të reja për të paguar bilet. Qyteti i Shkupit të përpunoj sistem të ri për ndjekjen dhe vlerësim të cilësisë së shërbimeve të transportit publik.